Të nderuar shikues, përshëndetje. Jemi sot përsëri në podcasti Okult. Do trajtojmë një problem shëndetësor me të ftuarin tim special të veçantë, cilin do ta prezantoj pak më vonë. Më përpara dëshiroj të kujtoj atyre që janë dy thundrak, që kanë gisht, që të mos harrojnë kur të hapin kanalin ton nga rrjetet sociale, nga Facebooku, që janë rreth 70.000 followers dhe friendsat e mi në Facebook dhe në Instagram, 670.000 tjerë. Sa herë të hapin kanalin, tak subscribe, shkruan atje, subscribe. Është pa lek, nuk harxhon kohë fare, klikon, fut emrin, passwordin dhe ja u bëre abonent. Dhe marrëveshja është win-win. Juve ju vinë informacionet për emisionet tona dhe ne kemi ato përfitimet tona nga të qenurit mbi 10.000 abonent, pasi kemi mundësira të tjera për të hedhur video të shkurtra. Falenderoj gjithë sponsorët e podcastit tonë, të cilët lehtësojnë zhvillimin e këtyre rubrikave dhe aktivitetin e podcastit tonë Okult. Gjithashtu mund të ndiqni dhe website-in okult.org, që është një gazetë online e drejtuar nga Safi Yn, një gazetë e re, por shumë simpatike, me lajme dhe me informacione nga më të ndryshme, nga ato specialet që dim t'i japim vetëm ne. Fjalët e arta nuk shkruhen në karta, mos e harroni këtë, por thuhen tek Okulti, qoftë këtu ke podcasti, qoftë ke gazeta. Sponsorët tanë do të dalin vazhdimisht në ekranin ton nga regjia dhe i falenderojmë për ndihmën që ata japin dhe janë sigurisht ndër më të zgjedhurit nga të gjithë ata që kërkojnë të bëjnë sponsorizime dhe reklama, ne të bëjmë reklamën në emisionit tonë. Sot kam një të ftuar special, se jemi dhe në fund të Ramazanit, jemi pranë Bajramit, pas disa ditësh, jemi duke kaluar këto natën e Kadrit, apo jo, Hoxhë? Po. Sot jam me Armando Osmanin, i cili është Hoxhë dhe terapist i certifikuar. Arsyeja pse e kam thirrur sot Hoxhën është sepse edhe unë kam bërë një hijam ke Hoxha për të hequr atë gjakun e lig, e cila është një terapi mira vjeçare, ndoshta që vjen nga thellësitë e historisë, po për këtë ndoshta do të flas Hoxha më mirë. Hoxha ka bërë një goxha shkollë në Egypt, ka ikur në Egypt në moshën 19 vjeç, dhe shkolluar atje, ka bërë shkollën e mesme, shkollën e lartë dhe shkollën për mjek, ku është certifikuar për hijame, por dhe për aktivitetet të tjera në fushën e mjekësisë, cilat Hoxha do t'i shpjegoj vetë. Hoxha dëshiroja në këtë muaj madhështor për ju muslimanët, do të dëshiroja të Ramazanit, do të dëshiroja të hapja me pyetjen e parë, çfarë është hijama, ose ajo që quhet në anglisht cupping therapy. Fillimisht falenderoj Fredi për ftesën, është një kënaqësi e veçantë për mua. Për më tepër për diskutuar për një temë tepër interesante, duke pas parasysh se ajo në trevat tona, eksaktësisht në Shqipëri, është risi, ndoshta nuk është e popullarizuar aq sa duhet. Risi mund ta quajmë mbas kohës komunizmit që i ndalovi, por në kohën e Turqisë hixhamet ka qenë. Pastaj pas komunizmit natruar me kupat hixhama, se kupat janë vetëm për të nxjerrë të ftorën, kurse hixhama është edhe me nxjerrje gjaku. Dakor, është pjesë e terapisë, edhe ajo e thata, siç e quajmë, siç do ta i përdorim edhe për fshatrat tona, kur ftoheshim kupat i përdornim. Fiks. Atë do të thosha që pas komunizmit gjyshet tona e kanë trashëguar atë që prej kohës Osmanëve, që kanë qenë këtu pra turqit, e kanë trashëguar brez pas breze, sidomos tek ne në Shqipërinë e Mesme, që e përdornin çamët dhe normalisht përdoreshin për qëllime ndryshme. Prej atyre është edhe ftohja. Por normalisht kjo është njëra prej atyre terapive që është pjesë përbërëse e kësaj terapie të gjerë, sepse nuk është vetëm kaq. Terapia e kupave normalisht
është e vjetër, mund të themi që daton është një tradit arabe apo muslimane, do më thënë mbas Muhamedit është marrë kjo, Jo. apo është arabe, apo është ndonjë popullsi tjetër edhe është marrë nga arabët dhe muslimanët. Faktikisht, historianët kanë diskutuar që kush kanë qenë parët, cilët e kanë shpikur si terapi. Thuhet se sipas statistikave zyrtare kanë qenë egyptianët e lashtë, faraonikët e lashtë, cilët e kanë shpikur si terapi të rregullt. Edhe pse heqja e gjakut ka qenë e njohur edhe më përpara. Por E gjakut keq. e gjakut keq, por nuk ishte e njohur deri në këtë kohë si terapi e rregullt. Pra, u zbulua që heqja e gjakut, toksinave, gjakut toksik, qenka pas ka benefite. Pastaj me ardhin e faraonikëve, ata e zbuluan si terapi të rregullt, ku edhe mjekoheshin në ato mënyrat e tyre dhe me mjetet e tyre. Por thuhet që kanë qenë edhe kinezët, që daton 2000 vjet para lindjes Krishtit, pra para Isait. Dhe normalisht që prej asaj kohe, por gjithashtu thuhet që ka qenë edhe më përpara. Thuhet që nga njeriu i parë, se ka lindur nevoja për një kurim të njerëzimit, dhe njerëzit normalisht provonin mënyra të ndryshme dhe rrugë të ndryshme për kurim. Prej atyre ka qenë edhe heqja e gjakut, qoftë edhe në mënyra të çrregullta, jo në mënyrë terapeutike të rregullt, por u vure Kjo bëhet vetëm për burrat apo edhe për gratë? edhe për burra dhe për gra, të dyja. Se gratë ndoshta kanë menstruacionet edhe e kanë më të e mbajnë ndoshta atë qarkullimin e gjakut dhe qelizat ndoshta më të pastra sepse Dakord, por gjaku i cili hiqet nëpërmjet xhames është gjak periferik, sepse ne kemi që ju ngelet dhe atyre. ngelet dhe atyre, sepse gjaku i njeriu ndahet në dy lloje. Një gjak i cili ne e quajmë mjetësor, dhe ky gjaku qarkullon në vena, në kapilar, në damar, në arterje, dhe këtë përgjegjëse për ta filtruar këtë lloj gjaku është mëlçia. Pasi që ajo bën procesin e filtrimit, ja çon ashtu safit pastër zemrës. Pastaj normalisht zemra bën atë pompimin në gjymtyr të ndryshme të trupit. Por kemi edhe një gjak tjetër, cilin ne në mjekësi e quajmë gjak periferik. Ndoshta në kirurgji e quajmë gjak i kapilarëve, i padëshiruar, i pa oksigjenuar, po ne e quajmë gjak periferik. Nga e ka burimin ky gjak? Normalisht burimi i këtij gjaku është nga gjaku jetësor, por janë mbeturinat e gjakut. Mbeturinat. Çdo gjë jetësore ka mbeturinat e veta. Normalisht. Çdo gjë organike. Gjaku është diçka e gjallë organike me qelizat e veta, me përbërësit e vetë, dhe si duket ato lën ato mbeturinat e Mbetjet e tyre, si çdo gjë e gjallë. fiks. Dhe kjo duhet nxjerrë nga trupi, s'duhet mbajtur nëpër. Eksakt. Pra, Eksakt. s'duhet lëm hale në trup. Duhet Eksakt. këto halet t'i pastrojmë. Eksakt. Halet e gjakut. Eksakt. Pra, për shkak të komponentëve që përmban ky gjak, toksinat e trupit, helmet, sepse siç edhe nuk i fshihet askujt, ne nuk po dim më se çfarë po ham, nuk dihet më se çfarë po pim, dhe normalisht gjaku mbledh toksina, mbledh helme, mbledh papastërti dhe mbetje. Dhe normalisht zemra bën atë procesin e nxjerrjes këtij lloj gjaku nga shinat, i themi ne, nga damari, nga arteria, e nxjerr jashtë dhe ky rri nën inde dhe nën lëkurë. Pastaj normalisht, nëse ky gjak rri aty, akumulohet, ky është pastaj burimi i çdo smundje. Ose të pyesja një herë për shkollimin tuaj për këtë, ku jeni shkolluar, se unë thash një çik sipas atyre që folën paraprakish, që ju më thatë, po mund t'i tregoni shikuesve, domethënë çfarë shkolle ke bërë atje, sa vjet ke bërë, çfarë lloj certifikimi ke marrë, ke pasur probleme sepse ju keni marrë NIP, më thatë, që bëni këtë aktivitet, dhe keni marrë aprovim nga organet përkatëse, kush janë ato që lejojnë këto lloj kurrash speciale të veçanta. Eksakt. Shkolla juaj s'pari, pastaj. Atëherë unë normalisht kam mbaruar teologjin në Kairo, në Fakultetin Amerikan, kam studiuar 13 vjet. Pastaj në të njëjtën kohë kam mbaruar Është akademi fakultet amerikan në Kairo. në Kairo. Si quhet fakulteti? Fakulteti Amerikan quhet. Po. Fakulteti Amerikan, kështu ka emri. Po. Dhe
aty normalisht në të njëjtën kohë kam bër akademinë, e cila quhet Akademia Hikme me qendër në Britani, e licencuar nga shteti britanik dhe kam mbaruar domethënë mjekësinë e përgjithshme në këtë akademi. Pastaj kam bërë specializim master në 19 smundje, eksaktësisht smundjet që kanë të bëjnë me gjakun. Pastaj edhe doktoraturë në gërvishtjen e hixhames, pra që mund ta quaj në kirurgji. Normalisht atje pastaj kam punuar një periudhë jo të shkurtër dhe jo të vogël. Nuk e kam pas klinikën time, por kam qenë terapist. Dhe atje normalisht kam qenë i licencuar. I punësuar aty. Patjetër, po. Po, domethënë kam përfituar Ku ka qenë kjo klinik? Në Kairo. Sa vjet punove aty? Themja 6 vjet. 6 vjet. Pastaj erdhi në Shqipëri. Pastaj u ktheva. Po këtu sa kohë ke që këtu kam që nga 2018 afërsisht. Që nga 2018 që jam kthyer. Po. Mua më çovi një miku jon i përbashkët ke Hoxha Sabiani. E përshëndesim, i cili e bën vazhdimisht këtë ritual, edhe më tha që Fredi, hajde bëhe, se unë e njoh hixhamen kështu, domethënë me letra, dhe unë e bëra hixhamen para pak ditësh dhe i premtova Hoxhës që për këtë gjë është mirë që të bësh një reklamë që të gjithë njerëzit që duan të marrin një lloj ndihme për të ngritur atë imunitetin e tyre, për të rritur fuqinë e trupit, të cilën unë e ndjej në veten time, që më ka bërë shumë mirë. Dhe kurizin e kam akoma me vula, Hoxhë. Kur do ikin këto vula? Është punë ditësh, ikin shpejt, zbehen. Mirë, Hoxhë. Tashi, ndoshta unë kam përgatitur disa pyetje, çfarë kuron terapia e kupave dhe si i kuron sëmundjet? Atëherë, si parathënie, mund themi që pjesa dërmuese e sëmundjeve në trupin e njerëzit, origjina e tyre është gjaku. Pra, të gjitha sëmundjet, përveç thyrjeve të kockave, djegjeve etj, origjina e tyre është gjaku. Dhe si atill, puna e hixhames koncentrohet më tepër me gjakun. Normalisht, kur ne fillojmë me terapinë e kupave, bëjmë një parapragëtitje me pacientin. Pra bëjmë vlerësimin e patologjisë që mund të ketë pacienti. Dhe pasi që bëjmë vlerësimin, kuptojmë se nga i ka ardhur burimi i sëmundjes dhe varësisht asaj ne ndërtojmë terapinë tonë. Pastaj, normalisht mënyra se si mund të kurojë hixhama, ajo ndikon në mënyra të ndryshme. Qoftë ajo vetëm thjesht në vendosjen e kupave, në hartë të caktuar, pasi që mjekësia bashkohore moderne ka shpjeguar dhe ka caktuar që për secilën sëmundje apo shqetësim që mund të ketë njeriu në trupin e tij, kanë zbuluar një hartë të caktuar për secilën nga këto sëmundje. Dhe normalisht kur vendosim kupat në hartën e caktuar, kjo ndihmon në disa benefite kryesore. Prej atyre është sidomos nëpërmjet kupave të thata. Kupat e thata kanë benefite të ndryshme. Prej atyre është zhbllokimi i meridianëve të trupit. Meridianet e trupit janë në 5 lloje. Pra kemi 5 meridiane në trup dhe në organizmin tonë. Normalisht këto meridianet janë kanale, themi, apo linja të cilat përçojnë energji dhe forcë për organizmin. Dhe këto normalisht mundet edhe të bllokohen. Për këtë arsye vjen roli i hixhames ku zhbllokohen këto meridiane dhe çohet oksigjeni në mënyrë natyrale, gjë që rrit metabolizmin, rrit imunitetin e trupit dhe që përballon sëmundje të ndryshme. Por gjithashtu hixhama, ashtu siç edhe ti e vure re kur e ke bërë terapinë, ka një tip gërvishtje. Pra pasi që ne vendosim kupën për disa minuta, në minutat caktuara, fillojmë dhe bëjmë një tip gërvishtje të vogël sipërfaqësore të lëkurës, shtresës parë më eksaktësisht. Dhe kjo është pikërisht sekreti i gjithë terapisë. Pse është? Sepse në momentin që ne gërvishtim, kjo i jep një tip bezdije. E kjo bezdija bën një tip stimulimi për
imunitetin e trupit dhe sistemin nervor. Në momentin që stimulohet sistemi nervor, që qendra e tij është truri, gjithashtu është palca dhe nervat e njerëzit, pasi që kështu është i përbërë sistemi nervor i njerëzit prej trurit, palcës edhe nervave. Normalisht truri kur e merr këtë lloj sinjalizimi, po themi, sistemi nervor automatikisht përhap në trupin e njerëzit një lloj molekule apo një lloj lënde, të cilën ne në mjekësi e quajmë endorfin. Kjo endorfina njihet tek ne në Shqipëri si molekula e egzimit apo hormoni lumturisë. Është quajtur atill për shkak se kjo nëse përhapet nëpër trup, në organizëm apo në hartë të caktuar, kjo rekuperon, shëron dhe qetëson vendin dhe hartën e caktuar ku ne gërvishtëm apo stimuluam. Kjo është njëra prej tyre. E dyta, nëpërmjet kësaj gërvishte që ne tham, ngacmojmë gjithashtu dhe stimulojmë sistemin imunitar, imunitetin e trupit. E në momentin që sistemi imunitar stimulohet në këtë lloj forme, përhap në të hartën e caktuar ku ne po gërvishtim, në vendet e caktuara, dërgon aty roazat e bardha. Ushtarët e gjakut. Ushtarët e gjakut, sepse roazat janë dy lloje, roazat e kuqe që janë përgjegjëse për të çuar oksigjen në trurin e njerëzit. Kemi dhe roazat e bardha, të cilat janë përgjegjëse për ruajtjen e territorit apo për ndonjë sulm të mundshëm nga jashtë, sikurse virozat e tjerë. Pra kjo është mënyrë të përgjithshme, mënyrë se si mikrobet e ndryshme, mikroorganizmat e ndryshëm. Fiks, ajo. Pra këto janë antitrupat që i ka krijuar Zoti në organizmin ton, mirë po ato edhe mund të paralizohen. Për këtë arsye vjen roli i hijames që i stimulon ato dhe ato të aktivizohen në mënyrë natyrale. Tani vim pak më konkretisht. Për shembull, nëse do të kurojmë migrenën. Migrena për shembull është mungesë e presionit gjakut në tru apo mungesë e oksigjenit në tru. Për shkak se nuk furnizohet truri i njerëzit 100% me oksigjenin, nuk e merr atë aq sa ai do, atëherë normalisht truri kërkon ndihmë prej gjymtyrëve. I thotë më sillni gjak sepse nuk po furnizohem aq sa dua. Meqense ato nuk e furnizojnë për shkak të ndonjë arsye tjetër, atëherë fillon dhimbja e kokës. Atëherë këtu pikërisht vjen roli i hijames. I hapim pra ato meridianet, siç tham, i hapim indet, gjë që shkakton apo rregullon presionin e gjakut dhe që truri të furnizohet me gjak. Ose për shembull kemi sinuzitin. Sinusiti për shembull është infeksion në xhepat e sinuseve. Eksaktësisht në xhepat kryesor të sinuzitit. Kur ne heqim një sasi të konsiderueshme gjaku nga xhepat e sinuseve, normalisht ai del bashkë me këtë infeksion që ne e quajmë pra sinuzit. Ose kemi për shembull hipertensionin, tensioni i lartë, siç i themi. Tensioni i lartë çfarë është? Tensioni i lartë është presioni i lartë i gjakut. Kur rritet presioni i lartë i gjakut për disa arsye që mund të apo disa ndryshimeve që mund ndodhin në trupin e njerëzit, atëherë gjaku merr një kahje tjetër, merr një presion ndryshe. Dhe normalisht kur ne heqim një gjak i cili ka bërë ose është bërë shkak për rritjen e këtij presioni, normalisht me atë rast rregullohet edhe presioni i gjakut. Pra kështu në këtë lloj forme, terapia e gjakut ndikon dukshëm në organizëm. Unë pas hijames e thash një çik e ndjej veten goxha më të lehtësuar. Sot për shembull kam bërë 7 kilometra vrap të fortë dhe e ndjej veten shumë mirë, kam bërë gjumë të thellë. Madje mund të jap regjisë edhe disa minuta nga regjistrimi që na ka bërë Sabiani atje kur bëm hijamen bashkë me një shok tjetër. Mund të jap regjistë ta hedhë që ta shikojnë njerëzit kur unë kam bërë hijamen.
edhe aparaturat që ke ti atje shumë moderne dhe kushtet atje shumë të mira. Dhe të falenderoj për këto lloj teknologjish të thjeshta, popullore, që nuk japin absolutisht asnjë lloj efekti ansor, por bëjnë vetëm mirë, që vinë nga thellësitë të mëdha historike dhe nuk dihet se që nga vinë këto lloj dijesh kaq fantastike, kaq të veçanta, kaq. Dhe është shumë mirë që në Shqipëri futen këto lloj terapish për të ndihmuar sadopak njerëzit që vuajnë nga çështje të ndryshme të shëndetit. Sa për kuriozitet, Cako, më falë se po të ndërpres, sa për kuriozitet, normalisht vetëm në trevat tona shqiptare njihet si terapi alternative, jo konvencionale. Ndërsa në disa shtete të tjera, sa për kuriozitet, njihet si terapi zyrtare mjekësore shkencore, si për shembull shteti turk e njeh si mjekësi konvencionale. Shteti kinez, shteti i Kinës e njeh si mjekësinë popullore, jo alternative siç njihet tek ne. Pra, nëse nuk ka një ilaç, po themi, farmaceutik për një smundje të caktuar, atëherë mundet vim në një alternativë jo bimore, po themi. Po. Edhe këta në Shqipëri, shteti e ka klasifikuar si mjekësi alternative. Mirë, por nuk është kështu dhe në shtete, për shembull Saudia, Turqia, Kina, një periudhë jo fort vogël edhe Britania, pra ka spitale apostafate adekuate ku mund ta marrësh dhe ofrohet kjo lloj terapie. Ka pavione apostafate që mund merret kjo terapi. Po. Një pyetje tjetër që doja të bëja, ka lidhje kjo lloj terapie me fenë islame? Fillimisht, normalisht ne du të tregojmë dhe duhet që vjen që nga Egjipti lashtë, po normalisht. Mos u ndërprer kjo si traditë dhe pastaj e rifuti Islami, domethënë kultura islame në përdorim, apo kultura islame thjesht e mori nga traditat e disa vendeve ose territoreve të vogla që e përdornin dhe e përhapi në gjithë botën islame. Domethënë si e njihni juve, si e kam mësuar në shkollë këtë lloj. Atëherë ne thamë që terapia e kupave nuk është lindur nga Islami. Por ne duhet dimë që Islami në tërësinë e tij ka nxitur çdo gjë të mirë. Pra, edhe kur ka ardhur profeti jon, ka nxitur dhe la të rridhnin ato gjërat e mira dhe të dobishme për njerëzimin. Kur e pa që terapia e kupave ishte e dobishme në atë kohë, i nxiti njerëzit për atë. Duke pas parasysh që profeti jonë është ngjitur në qiell, dhe aty thot sa herë që hasesha, takoja ndonjë grumbull engjësh, ata më thoshin mua Muhamet, urdhëroje popullin tënd poshtë në tokë që të përdorin terapinë e kupave. Dhe në një shprehje tjetër profeti ynë Muhamedi alayhis salam thot, aq shumë më porositi Xhebraili për terapinë e kupave, sa që mendova se do ta kishim një prej detyrave islame. Pra, edhe pse nuk ishte pjesë e Islamit deri në atë kohë, por thjesht ishte trashëguar brez pas brezi, Islami thjesht e nxiti. Pra, në këtë lloj forme ka lidhje deri diku me Islamin, mirë, po kjo është shkencë si gjithë shkencët e tjera, të cilat Islami e nxiti. Po. Dhe Islami në fakt ka qenë promotor, jo vetëm nxitës i traditave të vjetra, por dhe promotor dhe zhvillues i traditave të reja, ashtu siç kanë pasur grekët në atë lashësinë e tyre në kohët antike me Hipokratin edhe me njerëz të tjerë që kuronin me bimë mjekësore apo me metoda alternative, dhe Aristoteli ka qenë njohur si miri i mjekësisë alternative, Pitagora gjithashtu, i cili ka jetuar shumë, thonë rreth 100 vjet, që i ka përdorur këto në kohën e lashësisë greke, por edhe kultura mjekësore tradicionale islamike, pavarësisht në cilët popull kanë nxjerrë korifejtë e vet, të cilët e kanë zhvilluar
e kanë çuar përpara mjekësinë, madje dhe qarkullimin e gjakut, flitet që janë myslimanët të parët që e kanë studiuar, dhe ka pasur mjek të famshëm mysliman si ky Ibn Sina. po Ibn Sina, të cilët kanë lënë vullën e vet në historinë botërore të shkencës mjekësisë. Kirurgjin për shembull është dalë nga pikërisht nga mjekët arab, musliman, kirurgjia. Është shpikur nga ata. Është përdorur për herë të parë. Për herë të parë për aty. Në zona të caktuara, se pastaj kirurgjia s'ka fund zhvillimi i saj. Po. Tashi për kohën dhe periudhën e xhames besoj që folëm pak, apo ke qef të theshë ndonjë diçka tjetër? Po, Se unë e kisha përgatitur si pyetje këtu. Sa i përket kohës, periudhës. Këtë e ndajmë në 2 pika. Periudha ka një periudhë të rekomanduar se kur duhet bëhet kjo terapi. Është zbuluar së fundi që apo e treta e fundit e muajit është më e shëndetshme nga periudha tjetër e muajit. Këtë gjë e ka treguar dhe profeti ynë Muhamedi, duke thënë se ai i cili dëshiron që të bëjë hixhame, terapinë e kupave, le ta bëjë të ditën e 17, 19 dhe 21, por sipas kalendarit hënor, jo diellorit. Kjo për shkak se hëna është më e plotë dhe pas 15 ditësh hëna fillon edhe paksohet dhe hahet. E kjo është pikërisht ajo që i ka shokuar faktikisht studiuesit, sepse sipas një studimi të fundit që ata kanë bërë, thanë që gjaku i njerëzit evulon më tepër në këto ditë pas 15 ditëshit të dytë të muajit. Dhe sipas saj ekziston mundësia që shëndeti i njerëzit të dëmtohet më tepër nga ditët e tjera. Prandaj thon, edhe kafshët dhe egërsirat janë më të egra në këto ditë dhe vrasjet në përbot sipas statistikave janë më tepër në këto ditë. Edhe ushqit u lërin kur është ana e plotë. Mundet. Dhe normalisht kjo është, domethënë, nga datat më të preferuara për hixhamen, për të bërë. Por, nëse ekziston nevoja për të bërë për shkak të ndonjë shqetësimi apo smundje, bëhet ajo në çdo lloj kohe. Ndërsa e dyta, sa i përket kohës, nëse bëhet hixhama. Nëse e bëre hixhamen, atëherë preferohet që të mos të përsëritet më pa kaluar 21 ditë. E bëre sot, pas 21 ditëve mundet të bëhet prapë. Kurse periudha dhe koha më e shumtë që nuk bën të kalohet si periudhë e hixhames është 4 mujor. Pse 4 mujor? Sepse ne cako në trupin ton, njeriu ka disa qeliza. Këto qelizat janë shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut, sepse përçojnë oksigjen tru në pjesë të ndryshme dhe gjymtyr të ndryshme të trupit. Mirë po, këto qelizat, sipas mjekësisë, vdesin apo ngordhin çdo 120 ditë, pra 4 muaj eksaktësisht. Dhe normalisht këto qeliza ripërtërihen me një të re. Nëse vdes kjo, ripërtërihet me një qelizë të re. Dhe normalisht kjo e vjetra që vdiq do të rri parazite aty. Nëse nuk funksionon mirë mëlçia dhe veshka, sepse faktikisht si rregull, këto qelizat e vdekura që vdiqen duhet të shpartallohen dhe të shkatërrohen në mëlçi. Shkojnë në mëlçi, mëlçia bën atë procedurën e vet për të shkatërruar këto lloj substancë. Incinerator. Po. Ose shkojnë edhe tek veshka dhe del nëpërmjet urinës. Por ka mundësi që këto të mos shkojnë të gjitha. Pra ka mundësi që të qëndrojë një pjesë e mirë në organizmin e njeriu. Dhe këto nëse nuk dalin, atëherë sipas studimeve rezulton që pas 7 orësh këto qelizat bëhen kancerogjene.
Dhe në momentin që këto bëhen kancerogjene, këto tani çfarë bëjnë? Luftojnë metabolizmin e njeriut, imunitetin e trupit. Dhe në momentin që e luftojnë imunitetin e trupit, atëherë do të thotë që e ka hapur derë, nuk ke më antivirus, nuk ke më mbrojtës për sulmet që do t'i vinë organizmit, sulmet e jashtme. Sepse normalisht gjëja e parë që i ndodh njeriut, ai bie, ulet imuniteti. Dhe kështu smundja e ka më të lehtë që të bëj procedurën e saj. Këto gjithashtu qelizat e vdekura sulmojnë qelizat e reja. Dhe kështu në këtë lloj forme bëhet një lloj çrregullimi në organizmin e njeriut, midis qelizave të reja që erdhën dhe atyre qelizave të vdekura. Dhe vlen për të përmendur në gjak. Në gjak, qelizat e gjakut. Dhe vlen për të përmendur që këto qelizat kancerogjene janë shkaku kryesor i smundjeve të rrezikshme. Smundjeve të mëdha që i quajmë ne, si për shembull smundjet kancerogjene, smundjet tumorale, paralizat, trompozat, etj. Apo dhe trashja e gjakut, vijnë pikërisht nga mos funksionimi mirë i gjakut. Dhe rritja e tensionit. Rritja e tensionit si pasojë e kësaj. Rritja e ritmit të zemrës, se kur është gjaku si llapat, zemra përpiqet lufton më shumë, bën më shumë rrafje pompime që të bëjë detyrën e saj. Eksakt. Ose ka ndonjë njeri që e ka ndaluar ta bëjë xhamen për sa i përket anës shëndetësore që mund ta dëmtojë xhamia? Zakonisht në shumicën e rasteve hixhama nuk sjell asnjë lloj dëmi apo efekti ansor. Por ka raste, për shembull, ai që është me dializë nuk preferohet që të bëjë hixhame. Ai që është në fazën e fundit të smundjeve të këqija etj, ose ai që ka probleme të mëdha me lëkurën. Por të tjerë përveç këtyre nuk ka asnjë lloj problemi të bëhet. Sepse hixhama nuk ka efekt ansore. Kur është efekti ansor? Kur ti fut diçka në trup. Dhe ajo të kuron diçka mirë, po të dëmton diçka tjetër. Po, kjo të fut asgjë, kjo vetëm të nxjerr atë gjak. E si pasojë nuk ka asnjë lloj efekti ansor. Sa për kuriozitet sako, me qënë se kjo terapi njihet spaku zyrtarisht 5000 vjet, janë përpjekur dhe i ka rezistuar civilizimeve botërore të shumta si terapi, përderisa ka ardhur në kohën tonë. Dhe normalisht shtetet të ndryshme apo politika të ndryshme kanë bërë përpjekjet e tyre për ta rënuar si terapi. Sepse ndoshta i ka cënuar interesat e tyre apo i ka cënuar medicinën, i cili është domethënë tregu më i fuqishëm edhe sot. Big Pharma. Po, Big Pharma. Dhe normalisht ata kanë bërë studime shkencore për të zbuluar qoftë edhe një efekt ansor nga kjo terapi. Janë mbledhur për të zbuluar diçka. Mirë po, kur nuk kanë gjetur asgjë, pra qoftë edhe një efekt ansor nuk kanë gjetur dot, imagjino tani se çfarë benefitesh mund sjellë kjo hixhama. Bashkë ai gjaku im që më nxorë si ishte komplet gjak toksit, edhe i trash. Ai është gjaku cako që mjekët përpiqen për ta holluar dhe t'japin aspocit që ti më the që je mirë nga të gjitha organizmat, më the, po prap domethënë imagjinoja që unë që më quajte trupi mirë, nxora domethënë gjithata, po ata që janë smurë kështu kush e di çfarë nxjerrin. Imagjino unë shoh për ditë cako aty çfarë nuk shoh. Ti dallon që nga lloji i gjakut çfarë problemi ka, ja dallon ku e ka problemin, në kë organ. Normalisht unë shoh ngjyrën e gjakut, shoh vëllimin e tij, shoh trashësinë e tij etj. Po. Të pyesja edhe diçka tjetër. Çfarë ndryshim ka se gjak të papastër nxjerrin edhe ushqyjzat? Çfarë ndryshim ka midis kupave dhe ushqyjzave? Ju idhni ushqyjza? Për momentin jo, edhe pse e kam pasur. E keni bërë në shkollë aty? Po, normalisht. Keni bërë aty? Patjetër akupunkturën. Po, normalisht, akupunkturën kineze, po, shushunjën, terapinë e kupave. Mirë, po, unë jam koncentruar më tepër për terapinë e kupave, meqense ka qenë një tip risie, domethënë, ashtu siç edhe unë e quaj. Janë të mira, plakat tona, gjyshet tona kanë bërë shumë ushqyjzat. Unë mbaj mend atje në Kolonjë, vinin ca nga Korça, Rom ishin ata, vinin dhe e përdornin ata këta. Ishte një kohë e caktuar, më duket, kur ndroheshe gjakun, mars-prill, vinin ata dhe mblidheshin këta pleqë të plakat atje në lem, kështu, edhe ata ju vinin shikoja unë.
20 minuta, 25 minuta ato ushqyjnëza derisa binin Binin vet. vet. Edhe ju rregullohesht tensioni shumë pleqve. Çfarë ndryshim kanë ushqyjnëzat meqense ti i ke bërë në shkollë dhe ushqyjnëzat dhe ky është një mjekim i vjetër, besoj Pa tradicional. diskutim, po. Dhe është një gjë e shkëlqyer që ky lloj krimi i vogël i bën kaq dobi të mirë trupit duke i pirë gjakun e keq, duke e hequr nga lëkura. Po, eksakt. Dallimi midis shushunjave dhe terapisë kupave është themelor. Kjo për shkak se shushunja kur i vete organizmit, edhe pse në shumicën e rasteve vendoset pa një hartë të caktuar, por direkt atje ku ke problemin, po themi, atje ku ekziston nevoja për ta vendosur shushunjën. Ke vrarë gjurin ose Aty ta vendos. Po. Në kundërshtim me terapinë e kupave, ty për shembull mund dhemi, po themi kot, supi. Ndërkohë unë nuk ta vendos, nuk e ndërtoj terapinë time te supi. Unë shoh origjinën nga ka ardhur dhimbja, sepse kështu ti merresh me shkakun, nuk merresh me shkakun, nuk merr me pasojën. Po. Pra pasoja mund të jetë nga terapitë e fundit. Pra nëse ka shumë të bëjë kjo. Shiko. Dikush një afër im për shembull, u smur nga veshka. Dhe veshka i dha ngritjen e tensionit, ja çovi tensionin, ai që fizikisht i fortë shumë mirë dhe veshka i dha rritjen e tensionit 17-18. Po në fillim ai s'e kuptonte që kishte veshkën, se i dhimte gjithë barku në fillim. Atë është më dhëm barku. Kur vajti mati tensionin 18, ç'është ky tension 18? Ai idioti atje, ai mjeku i dha na pizza sa nga këto që ulin tensionin, kupton? I thash unë, ore, këti duhet i zbulojmë shkakun se ky s'vuan nga tensioni, ky s'ka vojtur kur nga tensioni. Ky ka një shkak që kanë, këti po i dhëm barku, i thash unë. Kjo ja jep tensionin, i thash unë. Ky nuk ka nevojë të piapen të ul tensionin, ky duhet shëroj barkun, kur pastaj ju lokalizua dhimbja atij. Ke veshka dhe vajte pasaj bëm atë ekon dhe pam që kishte ca lumra kështu që i kishin lëvizur, e që ju pastruan, po e kam fjalën që mjekët nuk kanë trun kokë të gjithë. Në vend që ti lufton të shkakun, u mor me pasojnë, se na pia tenalola, ku diun çan këto që pinë këta që janë me tension. Pra ky është problemi kryesor. Unë po jap një shembull pra praktik dhe të njohur. Për shembull, nëse fëmia ka temperaturë, momentin që ne do merremi me shkakun, i ulim, i japim ilaç për uljen e temperaturës direkt, Ati prap do t'i ngrihet, pra sepse shkaku është tjetër gjë, është një sulm që ai ka marr, pra qoftë viroz, qoftë një ftohje apo diçka tjetër. Pra në momentin që ne merremi vetëm me pasojën, shkakun e lëm aty. Pra terapia e kupave fokusohet fillimisht, sepse unë ndërtoj terapinë time. Bëj vlerësimin tim pacientit, për shembull vuan nga tensioni. Unë shoh tani kush e ka shkaktuar tensionin dhe bëj një vlerësim. Ky lloj smundje, po themi, meriton 5 terapi rresht. 3 parat unë merr me shkakun e hipertensionit. Pastaj 2 të fundit ose të fundit terapi unë e bëj për pasojën, atje ku të ka kapur dhe dhimbjet. Ke fundi, ke mbetje. Ke mbetjet. Pra kjo është dallimi esencial midis shushunjës dhe terapisë kupave. Por normalisht edhe shushunja, sepse është zbuluar sfundi që ka disa enzima në gojën e shushunjave që rregullon metabolizmin, rregullon presionin e gjakut e tjerë. Kjo, gjithashtu terapia e kupave ka një minutazh të caktuar cako. Pra në momentin që unë vendos kupën, do ta maj me një minutazh të caktuar për secilën pjesë dhe hartë të trupit. Po themi kot, po kurojmë mëshkrinë. Mëshkria do t'i vendosim kupat 4 deri në 6 minuta. 4 deri në 6 minuta. Tani për 6 minuta kupa mbledh aty, akumulon të gjithë gjakun e papastër. Në kundërshtim me shushunjën që i vete direkt nuk bën mbledhje i gjakut, ajo vete direkt dhe pi. Kurse kupa bën mbledhjen e gjakut, pastaj unë vetëm një gëvishje shumë të lehtë si përfaqësore, pastaj e thith prap. Kjo është dallimi esencial dhe që bën dallim shumë të madh. Po normalisht edhe shushunjat kanë benefitet e tyre, mirë po ajo që unë e shoh varësisht studimeve të mia, hixhama është më tepër e mirë, është më e shëndetshme, ka më tepër benefite. Dhe është e pastër, unë s'pata asnjë ndotje të kanatierës, asnjë gjë, domethënë
Jo, s'ka pse të kesh, sepse Më pastruat shumë mirë të kurizin, vetëm që kam këto njollat që më kanë ngelur ka rrin 3-4 vite. Këto rrin disa ditë, pastaj s'behen vetveti. Nuk gjithashtu ajo gërvishtja që ti ndjeve është thjesht si përfaqësore dhe zhduket, nuk mund të duket masin lloj shenjë. Po, e pash që nuk dukesh e zhdukur, nuk kishte asnjë kështu verigë gjaku atje. Po, se edhe kjo është shkencë për vete, ne kemi pas në lëndë këtë në akademi në shkollë. Ajo gërvishtja, unë doktoraturën e kam në gërvishtje. Ajo gërvishtja ka një, po themi, sa duhet të jetë thellësia e prerjes, sa duhet të jetë gjatësia viza, ajo viza që unë gërvisht, sa viza duhet i bëjmë, sa rrjeshta për secilën smundje. Për shembull, koka ka një gërvishtje ndryshe, mëshkria, mezi, nervi shati kanë gërvishtje për secilën. E kjo domethënë është sekreti i hijamës. Mirë, Oxhë, kishe dëshirë të flisje për një gjë tjetër? Kjo në mënyrë tërësishme. Unë mendoj që i zauruam këto gjërat kryesore, që mos hyjmë shumë në detaje, dhe unë të falenderoj për këtë bisedë të veçantë, të këndshme, të nevojshme, të dobishme për njerëzit, kush të doj që ka qef që ta ndjekë këtë lloj terapie. Oxhën e ka në Cërikë Hoxha, në xhamia e Cërikut, e gjeni shumë shpejt Armando Osmani. Kështu që vetëm përfitime keni nga i xhame, absolutisht asnjë humbje. Ja u këshilloj që ta bëni i xhamen, se është e mirë, të paktën 2 herë në vit, mendoj unë që është mirë të bëhet, të lehtëson shumë. Para se ta mbyllim, të nderuar shikues, ju kujtoj edhe një herë atyre që janë dythundrake, që kanë gisht, tak subscribe. Është pa lek, pa pagesë, pa asgjë, pa mundim, një klik vetë. Kaq, një klik, edhe fjalët e arta që shkruhen në karta, ju i shikoni këtu ke podcasti jonë. Ju vjen notification ati po të klikoni dhe ka Ozilja, e ju thot, ting, janë sa fjalë të arta që duhet i mësoni që nuk thuhen në karta. Nga unë Alfred Sako, miru pafshim në emisionin e radhës.